edhe njerë mirëmbrëma, po du me ju falenderu edhe me shpreh mirënjohjen dhe respektin personal, fillimisht për juve të nderuar përfaqësues të mediave, për punën e shkëlqyeshme të vazhdueshme që jeni duke bë, edhe në këto orë të vona, që është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme për faktin gjithashtu që këto orë të fundit shteti jonë, Republika e Kosovës, ka qenë duke u sfidu me sfidën më të madhe prej kohës kur është shpollur shtet i pavarur dhe sovran. Pra tendenca që e kem po, që në mënyrë jo kushtetuese, me vazhdu zgjedhja e presidentit, sigurisht që ka qenë shqetësuese edhe për neve, edhe për mu si i ri në politik, edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, edhe për gjitha subjekte tjera opozitore, mirë po konsideroj edhe për përfaqësues dhe shoqërinë civile, për qytetarët e Republikës të Kosovës, po edhe për juve. Çështja që është shumë e rëndësishme, që edhe jem sot këtu për me fol, zgjedhja e presidentit, është preokupim i gjithëve. Nuk është që kem dosht dhe kisha dosht me konë në konferencë për këtë temë sonte këtu bashkë me juve. Po ka qenë një imponim dhe një rrugë e formë që ne kem alarmu në vazhdimsi edhe në komunikimet tona publike se zotri Kurti me strategjinë e tij, energjinë e tij dhe veprimet e tij që i ka bo, sidomos pas datës 28 dhjetor, sepse ne kem ditë që mandati i presidentes përfundon në muajin mars. Kanë qenë në formën që me pa mundësu që kjo legjislaturë me ndërtu shumicën dhe me nrri konsensusin e mjaftueshëm dhe vendi me pos në kohën e vetë presidentin e zgjedhur të Republikës të Kosovës. Pra ne kem pas shasje që nga fillimi konstruktive, pozitive, i kem respektu të gjitha subjektet që kanë qenë të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës, e kem pranuar rezultatin e zgjedhjeve, kem qëndru në opozit, ndërsa në temat dhe çështjet që kanë qenë interes i vendit, interes i kohës, kem tregu konstruktivitet. Për hir të respektit dhe korrektësisë, po du me i kujtu. Fillimisht e kem mundësu dhe kem bashkëpunu që më u konstituu Kuvendi. E kem pranu formimin e qeverisë, i meritum, i fitum, i kem mbështet pa asnjë rezervë të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare. Që vendi me pos mundësi edhe mu integru, edhe me përfitu prej skenave që janë të dobishme për shtetin e Kosovës dhe për qytetarët e Republikës Kosovës. I kem mbështet dhe kem votu zgjatjet buxhetore për muajin mars, që nën kupton vendit mos më ju cenu likuiditeti. Pra me pos mundësi me u pagu pagat për punëtorët e sektorit publik, shpenzimet operative dhe mos me u cenu kuptim të likuiditetit dhe funksionalitetit në aspektin financiar institucionet publike në shtetin e Kosovës. Gjithashtu, kur është hap dhe ka ardhur koha tek tema e presidentit, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës ka shkuar në takim dhe i është përgjigj pozitivisht ftesës. Nuk ka qenë lehtë për Partinë Demokratike të Kosovës që t'i përgjigjet pozitivisht ftesës të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Për arsye se ai në vazhdimsi ka përdorur gjuhë ofenduese, fyrse ndaj subjekteve opozitore, duke përfshirë edhe Partinë Demokratike të Kosovës. Po ne e kem vlerësu se duhet ta ndërtojmë dhe ta hapum një kapitull të ri, e kem tejkalu dhe kem pas qasje me shumë konstruktivitet, me qëllimin që të kontribuojmë në dobi të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe shtetit Kosovës. Pra i kem shku në takim dillen në zyre të kryeministrisë. Ai takim nuk ka prodhuar rezultat, po ne kem qenë korrekt edhe me qëndrimet tona. Ne kem thonë që mbështesëm kandidat konsensual, që derivan nga familja e lavdishme, shumë e respektueshme Jashari. Pa asnjë kusht, pa asnjë kërkesë, madje me krenari dhe me shumë respekt.
Pasi që ka përfunduar çështja e kandidatit konsensual, dhe ai nuk ka mund ta sjell, ne i kemi shkuar edhe në takimin e dytë. Po flas çdo herë para datës 5 mars. Takimi i dytë është zhvilluar në njërin prej zyreve këtu në Kuvendin e Kosovës. Dhe kem thonë, në mënyrë që të ruhet demokracia, në mënyrë që të ketë konsensus, në mënyrë që të ketë përfaqësim, presidenti duhet të jetë dikush që është i propozuar prej Partisë Demokratike të Kosovës. E kem potencu edhe në deklaratat tona publike. Po e ritheksoj, sepse në vazhdimsi ka pas tendencë me keq interpretu qëndrimin tonë, pavarësisht që në vazhdimsi publikisht e kem prezentu. Ne e kem thonë që kandidati edhe kundër kandidati, për shkak që duhet 2 vetë me konë në garë, me qenë të propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, ka mund me qenë dikush që është nga pjesa e Partisë Demokratike të Kosovës, apo dikush nga që është mbi partijak. Pro nuk e kem kufizu me patjetër dikush me amblem të Partisë Demokratike të Kosovës. E kem po se ata kanë propozu, për ka cërë Zotri Kurti, ka kërku që një kandidat me propozu Partia Demokratike e Kosovës, një kandidat Lëvizja Vetëvendosje. Çka i bjen kjo? Ne dim numrin e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Ai ka 66 numra, na i kem 22. Hajde i bojna 88 numra, i shujna 2 vetë, ti njo, unë njo, edhe e motëm kush po fiton. Normal që fiton ai që i ka 66. Ti epilogën e dim paraprakisht. Pra kjo është tërësisht jo serioze. Andaj ne i kem thonë, ne përgjigjem pozitivisht në momentin që e formalizojmë marrëveshjen për proces. Jo që ti emrat. Jo. Nuk ka kjo betej politike, sepse nuk e kem vlerësuar si betej politike. Pavarësisht që e kem thonë se ai është duke prodhu drama në vazhdimsi. Rezultati dramave të tij jem sonte këtu, jem pa president. Edhe jem cenum me pos tendencë me u thy rendin kushtetues. Andaj, kur nuk kem rri me e formalizu marrëveshjen që kandidatët dhe kundërkandidati me qenë të propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, ne i kem thonë të urojmë suksesin zgjedhjen e presidentit, dhe këto mund është me bo me Lidhjen Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe subjekte tjera ju që vlerësoni. Sepse në Kuvendin e Kosovës janë gjithsej 120 deputet, 22 janë nga Partia Demokratike e Kosovës, po mesin e 98, me 98 deputet mundet mos zgjedh presidenti i Republikës Kosovës, sepse kërkuhen 80 vota për me pos konsensus edhe më mrri kurumi. Pas datës 5 mars, kur gjykata kushtetuese ka dhënë afat shtesë, e kem respektu vendimin e gjykatës kushtetuese, dhe kem thonë, në mënyrë që të mos keq interpretohet nga eksponentët e ju, si shka ndodhë. Jo më tha, je i thash, je emri, jo aja, jo kjo që kam bon vazhdimsi, kem thonë, na dërgo letër zyrtare me temë. Na dërgo letër zyrtare për Partinë Demokratike të Kosovës me temë, me temën e presidentit. Pse kem thonë me temën e presidentit? Edhe pse letër zyrtare? Sepse ne i kem po taktikat dhe manovrat e tij që janë për me dal prej pozicionit të presidentit. Ai nuk ka dërgu letër zyrtare, pra nuk e ka marrë mundin edhe energjinë që me shu një letër zyrtare është edhe me drejtu, e mandejna në organet tona drejtuese, edhe përgjithësia me kalu të na, e me u përgjigj, për te soj ka tutje duke zhvendos prej pozitës të presidentit të pozita e kryetorit kuvendit. Hajde 22 deputet Partisë Demokratike të Kosovës le të votojnë Glau Konjuvcën për president, nën kryetorja e kuvendit ose Bedri Homza le të bëhen kryetori i kuvendit, e kryetorja e kuvendit Zonja Haxhiu le të bëhet nën kryetori i kuvendit. Domthonë kjo është pazor klasik me pozita shtetënore. Dhe sigurisht që përveç që s'ka dërgu letër, ne kemi thonë të lutë na dërgo letër zyrtare. Dërgo letër zyrtare mundësëna me pas mundësin me diskutu, me trajtu në organet tona drejtuese,
nuk e ka bo këtë veprim. Pro, ne e ke mojt mbledhjen e Këshillit Drejtues, kem pas diskutime shumë hapur, shumë demokratike, dhe unanimisht Këshilli Drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës çështjen rreth temës presidentit e ka mbyll, sepse nuk ka po seriozitet dhe nuk ka po energji e fokus që me të vërtet prej forcës kryesore politike përkatësisht Albin Kurtit dhe vetëvendosjes venit me ofru president. Andaj e kem bodhë publik vendimin ton dhe kem qëndru konsistent në vendimet tona dhe në vazhdimsi ju kem informu juve, i kem informu qytetarët e Republikës të Kosovës. Albin Kurti ka mujt me zgjedh presidentin edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pro nëse me Partinë Demokratike të Kosovës nuk pëdën. Ka mujt me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Vazhdimsi Lidhja Demokratike e Kosovës ja ka ofru votat fol për Vjosa Osmanin. Edhe para 5 marsit, edhe pas 5 marsit. Aleancën për ardhmërinë e Kosovës nuk e ka ftu fore. Pro, nëse këta nuk bojnë, këta nuk bojnë, kush bën për ty? Problemi të ti, problemin e ki me vetën. Nuk e ki problemin me subjekte tjera opozitore. Pavarësisht vazhdimësisë tonë prej datës 28 dhjetor deri sonte, konstruktiv, pozitiv, bashkëpunues edhe me qasje respektuese jo për to, po për hir të qytetarëve të Republikës së Kosovës edhe për hir të vendit. Edhe sonte e prom vjen e sfidon ranin kushtetues. Vjen e sfidon aktin më të lartë juridik të vendit, Kushtetutën e Republikës të Kosovës. Jo, është e patolerueshme, e kem alarmu, ju falenderoj edhe juve që keni raportu dhe e keni alarmu, po qytetarët e Republikës të Kosovës gjithë do të reagojnë nëse cënohet rani kushtetues, nëse cënohet akti më i lartë Kushtetuta e Republikës të Kosovës. Ne kemi mojt sot edhe mbledhjen e grupit parlamentar, kemi mojt edhe mbledhjen e kryesisë të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe kryetarët e degëve tona që janë gjithandej Kosovës, dhe kem kërku mobilizim, kujdes, vëmendje që nëse vihet në situatë që cënohet rendi kushtetues, cënohet institucionet, cënohet demokracia, të reagojmë gjithë në mënyrë edhe demonstrative, sepse shteti i Republikës të Kosovës, liria që sot gjithë e gëzojmë, dhe këto institucione janë ndërtuar mbi gjakun e dëshmorëve dhe mbi sakrificën e shumë burrave e grove ndër vite, andaj janë shajta dhe duhet të trajtojmë e të ndjejmë e të punojmë me respekt, me idealizëm, sepse janë të shajtat dhe janë tonat dhe i kem fitu pas shumë viteve sakrificë, gjenerot mas gjenerote, andaj duhet të mbrojmë gjithë bashku. Partia Demokratike shëndrimin rreth kësaj çështje e ka publik që 50. Por asoj përket komunikimit, konsideroj që është mirë, edhe do të me posë komunikim, me zgjithëve, po edhe në komunikimi është kërku. Në dërgo ftesën zyrtarisht në mënyrë me temë, mënyrë që me posë mundësi me diskutu me organe drejtuese. Pse me temë, po e ripërsëriti, sepse kem ditë që ka me bo taktika tilla. Pro deri me 5 mars ka fol për president, me 5 mars i ka kandidu Glauk Konjuvcen edhe zonjën Kolçako, pro të dytë vetë, dhe pas 5 marsit e ka zhvendos diskutimin për kryetar kuvendit. Çështja e kryetarit kuvendit është kryme në 11 shkurt. Çështja e qeverisë është kryme në 11 shkurt. Këto kanë qenë temat mbyllura. Hapja këtyre temave është treguesi më saktë që ky është ngjendje me bë pazare të pozitave. Nuk jem të interesuar me bë pazare. Jem të interesuar me pas konsensus edhe me bos zgjidhje, nuk e ka posat vullnet, andaj nuk e ka dërgu ftesën, ndërsa sa i përket demonstratave, protestave. Hera e parë, prej kur është themelu, kur është shpoll, Kosova shtet pavarur dhe sovran. Prom edhe sot cënohet dhe ka tendencë rendi kushtetues me u thy. Andaj këtu duhet me reagu gjithë, sigurisht që e kem alarmu dhe kem reagu në kur. Faleminderit shumë. Çështja e emrave se është tematizuar shumë. Është keq interpretuar me qëllim, me tendencë prej eksponentëve dhe prej tij, vazhdimsi. Na kem thonë,
eja ullu merrën vesh për formën që prej Partisë Demokratike të Kosovës me u propozu edhe kandidati edhe kundërkandidati. Në momentin që ishëm pajtu për këtë proces, ne i kishëm prezentu 20 emra dhe bashkarisht e kishëm rri konsensusin për 2 emra, cili më qenë president, cili më qenë kundërkandidat për me e plotësu procesin për me u zgjedh presidenti. Nëse ne kishëm avancu në emra, ditën e parë ishtë ndërprej negociatat. Pse ishtë ndërprej negociatat ditën e parë? Se në momentin që ti kështë shqit një emër, në publik, edhe ai kështë thonë, jo, kë nuk bën për këtë arsye, për këtë arsye, për këtë arsye. Ty ta kështë pa mundësu me diskutu, sepse dhe ti ishe barikadu me mbrojt atë emër. Dhe tjetra, nuk konsiderojbe që duhet me personalitete, me figurat respektume, me njerëz që kanë kontribun këtë vend, me bohajgore, e me i qitë na me i komentu, jo që i mirë, jo për president, jo këj ko vota ma shumë, jo këj ko vota ma pak, na jena këtu kërku, edhe presidenti duhet me konë personalitet unifikus, personalitet që e bën së cilën prej neve, së cilën qytetar të Republikës të Kosovës me undi përfatsu, me undi krenor, edhe me undi mirë, me përfatsimin edhe me pozicionin e tina. Përmendet një emër prej familjes Ashare që e kishit votu pas një kosht ka mbet më pak se 2 orë gjys. Çka nëse sjellet një emër nga familja e Asharit në këto orë të fundit, a keni me i në sallë dhe do të votoni? Për familjen e Ashari, kem qenë unanimisht, publikisht, mbështetës pa asë një rezervë. Konsideroj dhe kam konsideru, kemi konsideru, që do të ishte nerë për presidentin që të ishte dikush nga familja e Ashari. Po, menoj që familja e Ashari nuk është temë që duhet me tentu, me përdur, si rrëkona shmo. Unë po du me ju falendru shumë, edhe për punën, edhe për respektin, për gëzime e respekt maksimal. Faleminderit shumë, notën e mirë.